Në dizajnin industrial, forma ndjek funksionin, por këta kamione duken të projektuar nga dikush që i lehtësoi planetën mbrapsht dhe thjesht vendosi të vazhdonte para. Në këto kohë, këto shëvajire mekanike na vërtetojnë se realiteti të i kalon çdo film të shkencës fiktive. Sot do të njohësh nente gjigante që sfiduan çdo logjike strukturore. Sigurohu të arrish në vendin numër 1, sepse është një makinë aq e huaj, sa do të beje të fërkosh syte për të besuar se vërtet ka ekzistuar. Le të fillojmë. Numri 9. Dodge Airflow Tanker, SHBA, fundi i viteve 30. Imagjinoni rrugën amerikane në fund të viteve 30. Kamionët që qarkullojnë janë kuti të larta, këndore, me aerodinamikën e një hambari. Dhe papritmas shfaqet kjo. Një siluet që duket e skalitur nga era, me një kabin që shkrihet me serbatorin e pasme në një linjë të vazhdueshme dhe elegante. Dodge Airflow Tanker nuk ishte thjesht një kamion, ishte një deklarat qëllimi. Në një kohë kur tunelet e erës mezi ekzistonin dhe aerodinamika ishte një koncept i rezervuar për avionët, dikush në Dodge vendosi që edhe kamionët cistern mund të ishin të bukur. Dizajni rrifte nga para mbrapa pa ndërprerje. Kabina, mbrojtëse të rrotave, serbatori gjigant, gjithçka dukej si një pjesë e vetme moduluar nga era. Nuk ishte thjesht estetik. Ajo forme zgjatur dhe e stilizuar reduktonte rezistencën e ajrit në mënyrë domethënëse, duke përmirësuar konsumin e karburantit në një moment kur çdo pikë vlente. Përveç kësaj, vetë serbatori përmbushte funksione strukturore, duke ulur qendrën e gravitetit dhe duke bërë këtë monster shumë më stabil se konkurrentët e tij katror. Për fundin e viteve 30, kjo ishte teknologji e një planeti tjetër. Njerëzit mbeteshin duke parë në trotuare sikur po kalonte një anje hapësinore. Por ëndra zgjati pak. Lufta e dytë botërore ndryshoi prioritetet e industrisë. Shijet evoluan dhe këto mrekulli përfunduan duke punuar deri në vdekje, literalisht. Shumica u zhdukën, u prenë në copa për të prodhuar gjëra të tjera, sikur bota të kishte vendosur të harronte që dikur kamionët mund të ishin të bukur. Sot të shohësh një airflow tanker të mbijetuar, ndihet si të shikosh një dinozaur elegant, një krijesë të një epoke ku industria ende e lejonte veten të ndëronte. Dhe për këtë arsye, hap listën tonë me dinjitetin e një të pararëndësit të kohës së tij. Numri 8. Citroën U5 Citirama, Francë, vite 50. Shëtisni nëpër Paris në mes të viteve 50. Qyteti po rindërtohet. Optimizmi noton në ajër dhe papritmas shihni të afrohet diçka që duket si një flusk kristali mbi rrota. Nuk është një iluzion optik, është Citroën U5 Citirama, një autobus turistik i projektuar për një mision të vetëm, që vizitorët të kishin pamjen e përsosur të qytetit pa pengesa. Kulla Eiffel, Notre Dame, Champs-Élysées, gjithçka duhej të shihej përmes dritares më të madhe të mundshme. Dhe dreqin ja dolën. Kati i sëpërm ishte praktikisht një akuarium panoramik, me më shumë zhamë se sa kushdo kishte konsideruar të arsyeshëm deri atëherë. Nga jashtë dukej elegant, futuristik, i parezistueshëm. Njerëzit tregonin me gisht, bënin foto, buzëqeshnin. Ishte publicitet lëvizës për optimizmin e pas luftës. Por problemi, siç ndodh rëndom me idetë tepër brillante, qëndronte te detajet. Franca e viteve 50 nuk kishte kondicioner në autobus. Dieli, duke kaluar përmes asaj sasi e zhami, e kthente atë flusk panoramike në një ser me temperatura të larta. Turistët e nisnin udhëtimin të fascinuar, me kamerë në dorë dhe buzëqeshje në gojë, dhe e përfundonin duke u shkrirë ngadalë, ndërsa përpiqeshin të shijonin peizazhin pa u dehidratuar. E megjithatë, Citirama mbeti një ikon, sepse përfaqësonte një kohë kur përvoja vlente më shumë se komoditeti. Nëse automjeti ishte i paharrueshëm, sakrifica duke e pranueshme. Mekanikisht bënte çfarë mundej, duke tërhequr tonelata qeliku dhe kristali nëpër rrugët me kaldrëm me ritëm të qetë. Nuk ishte shpejtësi, ishte teatër. Një teatër i bukur, por i ngjehtë, që sot e kujtojmë si një nga eksperimentet më guximtare të transportit të udhëtarëve. Numri 7. DAF 3300 Space Cab, vendete ulta, vitet 70. Gjatë dekadave, jeta e kamionistit të distancave të gjata
ishte një leksion kursimi. Flise i mbledhur në një krevat minuskull, ndëroje rrobat si të mundje. Jetoje brenda një kutie metali, ku mezi nxinte trupi yt. Ishte pjesë e punës, diçka që pranohej pa u pyetur. Derisa në vitet 70, në vendet e ulta, dikush vendosi që kjo ishte e papranueshme. DAF 330 Space Cab nuk kërkonte të ishte e bukur. Në fakt, e parë nga jashtë, ishte pothuajse komike, e lartë, katrore, e paproporcionuar, si një ndërtesë apartamentesh mbi rrota. Disa menduan se ishte një gabim dizajni, që dukej si një mobilie lëvizse, por brenda ishte një revolucion i heshtur. Për herë të parë në historinë e transportit të rënd, një shofer mund të qëndronte në këmbë brenda kabinës së tij pa përkullur shpinën. Kishte hapësirë reale për të pushuar, për të mbajtur gjërat personale, për të lëvizur si një qenie njerëzore. Kamioni pushoi së qeni thjesht një makinë dhe u kthye në një shtëpi. Dhe kjo ndryshoi gjithçka. Dizajni i Space Cab prioritizonte çdo centimetër të banueshëm brenda kufive ligjor të kohës. Nuk ishte magji, nuk ishte luks, ishte dinjitet. Ishte të kuptuarit se burrat dhe gratë që kalonin kontinente të tëra meritonin diçka më të mirë se sa të mbjetonin mes metalit dhe zhurmës. Ajo që sot e shohim si normale, ato kabina gjigante gjumi që pajisin kamionët modern, filloi këtu, në një kuti katrore ve të huaj, që bëri shumë njerëz të qeshnin, por që përfundoi duke transformuar përvojën e transportit përgjithmonë. Ndonjëherë idea më radikale nuk është ajo më futuristike, por ajo më njerëzorja. DAF 330 Space Cab nuk ishte turbina as xhama që hapeshin, por ndikimi i saj ishte gjigant. Na kujtoi se shoferët janë njerëz, jo pjesë të pajisjes. Numri 6. Kolani Schnelltransporter, Germany, vitet 70. Luigi Colani nuk ishte një dizajner konvencional. Filozofia e tij ishte e thjeshtë. Natura kur nuk përdor linja të drejta, kështu që as automjetet nuk duhet ta bëjnë këtë. Kur e aplikoi këtë ide në botën e kamionëve, rezultati ishte Schnelltransporter, një krijesë që dukej si një pikë uji gjigante mbi rrota. Nuk ishte kënde, nuk ishte tehe, nuk ishte asgjë që truri njerëzor ta shoqëronte me një automjet ngarkese. Ishte një insekt futuristik, një kapsul hapësinore sapo e ullur, një gabim i natyrës mekanike. E megjithatë, pas asaj pamjeje, alieni kishte një qëllim shumë serioz. Ky monster u ndërtua specifikisht për të testuar goma në shpejtësitë e lartë. Forma e tij, e projektuar në mënyrë obsesive për të prerë ajrin, reduktonte rezistencën aerodinamike në mënyrë aq ekstreme sa mund të arrinte shpejtësi të paimagjinueshme për një kamion tradicional. Ndërsa automjetet e tjera luftonin kundër erës, Schnelltransporter thjesht e përshkonte atë sikur të mos ekzistonte. Eficienca nuk vinte nga motori, vinte nga forma. Shoferi udhëtonte në një kabinë të tipit kupol, më shumë e ngjashme me atë të një avioni gjuajtës sesa me atë të një transporti të rëndë. Shikueshmëria ishte e pabesueshme, po ndjesia duhet të kishte qenë shumë e rrallë. Nuk ishte referenca të njohura, asgjë me çfarë ta krahasoje. Prandaj godiste aq shumë, sepse ishte tepër i avancuar, tepër i ndryshëm, tepër i vështirë për t'u kthyer në diçka komerciale. Mbeti si një eksperiment brillant dhe absolutisht i paharrueshëm. Një kujtesë se ndonjëherë inovacioni nuk kërkon të shitet, thjesht kërkon të dëshmojë se mundet. Schnelltransporter dëshmoi se kamionët mund të ishin diçka tjetër, që linjat e drejta nuk kishin një detyrim. Dhe ndose kur nuk arriti të prodhojë në seri, ndikimi i tij ndihet në çdo automjet që sot krenohet se është aerodinamik. Numri 5. Studebaker Coupe Express, Shqipëri, vitet 30. Në vitet 30, një kamion ishte një vegjël, i zhurmshëm, bazik, pa lëshime ndaj komfortit apo estetikës, dhe atëherë u shfaq Studebaker Coupe Express dhe e theu plotësisht kallpin. Nga përpara, dukej si një makinë luksi, e denjë për t'u parkuar para një teatri apo një restoranti elegant. Linja të buta, prezencë rafinuar, detaje kromo të kuruara në milimetër. Asgjë në atë kofano, në ato drita, në atë siluet, nuk bërtiste punë e rëndë. Derisa ecje drejt pjesës së pasme, vegjeje kutinë ngarkesës. Përdzierja ishte aq naturale sa pothuajse të ngatëronte.
A ishte një automjet pune apo një makinë për të shëtitur të diellave? Përgjigja ishte të dyja. Dhe kjo dualitet ishte ajo që e ktheu në diçka aq speciale. Nga brenda, Coupe Express ofronte komoditete të papritura për botën utilitare të kohës. Ndulse më të rehatshme, izolim më të mirë, një kroskot që dukej i nxjerr nga një sedan i gamës së lartë. Tangasje nuk ishte një sakrificë, ishte një kënaqësi. Dhe nën kofano, kishte energji të mjaftueshme për të lëvizur më shpejt se shumica e transporteve të kohës së tij, duke kombinuar dobinë me performancën. Por kishte një problem. Ishte tepër i avancuar. Ideja e shoferit që donte të punonte gjatë javës dhe të dukej bukur në fundjavë ende nuk ekzistonte si treg. Blerësit e kamionëve kërkonin vegla, jo objekte dëshire. Shitjet ishin të ulta dhe eksperimenti përfundoi shpejt, duke lënë shumë pak ekzemplar gjallë. Kjo vetëm sa e rriti legjendën e tij. Sot, Studebaker Coupe Express është një zhevahir shumë i rrallë, i admiruar për mënyrën se si arriti të bashkonte dy universe, pa u dukur si një shpikje e huaj apo e sforcuar. Thjesht përshtatej, duke dëshmuar se dobia dhe bukuria mund të udhtonin bashk. Dhe për këtë, bëll këtë kapitull të parë me elegancën e një zotërie që liente duart me graso pa humbur buzëqeshjen. Deri këtu, kemi parë rrallësi fascinante, makina që i paraprin kohës së tyre, ose që prioritizuan përvojën mbi sensin e përbashkët. Por katër që vinë janë të një niveli tjetër. Janë ata që thyen të gjitha rregullat e fizikës dhe logjikës. Ata që sot i shikojmë dhe themi, si e lejuan këtë në rrugë publike? Dhe numri 1 nuk është thjesht i huaj. Është, ndoshta, mënyra më absurde dhe brillante për të hyrë në një automjet që është shpikur ndonjëherë. Numri 4. Leyland Gas Turbine Truck. Mbretëria e Bashkuar. Vitet 6878 GT. Imagjinoni këtë skenë. Jeni në makinën tuaj, të ndaluar në një semafor në Anglinë e viteve 60. Prisni zhurmën e zakonshme të trafikut, trokitjen e motorëve naftë, zhurmën e qytetit. Dhe papritmas, dëgjoni një vëshëllim, një tingull impret në rritje që nuk i përket rrugës. Duket si një avion që po bëhet gati të nisej, por jeni në mes të një autostrade. Ktheni kokën dhe shihni. Një kamion gjigant me një siluet konvencionale, por nga brendësia e të cilit del ajo britëm turbine. Nuk jeni në ëndër. Është Leyland Gas Turbine Truck dhe është absolutisht real. Gjatë viteve 60 dhe 70, disa prodhues u bindën se arme e transportit të rënd nuk ishte të pistonët, por të turbinat. Praktikisht, ideja ishte të hiqe motorin e një avioni dhe të mbërtheje në një shasi kamioni. Leyland, shpresa e madhe britanike, u ngjit në atë val me bindjen se po krijonin standardin e së ardhmes. Dhe në letër, ideja tinglonte brillante. Një motor turbine ka shumë më pak pjesë lëvizëse se një naft konvencional, gjë që premtonte një besueshmëri të jashtëzakonshme dhe një mirëmbajtje të reduktuar. Ecja ishte jashtëzakonisht e butë, pa vibrimet karakteristike të pistonëve. Dhe përveç kësaj, kishte një detaj që dukej magjik. Mund të pranonte praktikisht çdo lloj karburanti, nga kerozina deri te benzina duke kaluar te nafta. Në rrugë, Leyland ndihej i fuqishëm, modern, pothuajse hapësinor. Mund të mbante shpejtësi autostrade pas forcim, me një butësi që asnjë kamionist nuk e kishte përjetuar më parë. Por atëherë, shfaqej pjesa e pakëndshme e ekuacionit. Ngjehësia që nxirrte një turbinë nuk është shaka. Po flasim për temperatura të afta për të shkatëruar asfaltin, për të përcëlluar çdo automjet që afrohej tepër. Në rrugët e gjata të drejta, me erë përballë, ndoshta nuk ishte problem. Por në trafik të ngadaltë, në qytet, në bllokime, ngjehësia grumbullohej dhe konsumi fluturonte deri në shifra makti. Këto makina donin të vraponin, urrenin të prisnin. Dhe në botën reale, kamionët kalojnë pjesën më të madhe të kohës duke pritur. Kur kriza e naftës goditi në vitet 70, fantazia përfundoi sufjeri. Një motor që konsumonte si një avion kur karburanti vlente sa pesha e tij në Flori, nuk kishte të ardhme. Projekti vdiq në heshtje dhe kamioni me reaktiv kaloi nga të qenit e ardhme e pashmangshme në të kthyerit në një kuriozitet pothuajse të harruar. Por gjatë një casti, gjatë pak viteve, u duk se rrugët do të tinglonin si aeroporte. Dhe sa herë që dikush ndez një nga prototipat e pakt që mbjetojnë, bota ndallon të dëgjojë atë vërshëlim të pamundur
që na kujton se ardhmja mund të kishte qenë shumë ndryshe. Numri 3. Dodge Deora, Shba 1965. Tani udhëtojmë në Shtetet e Bashkuara, në mes të viteve 6 vjet, epoka e artë e modifikimit dhe eksperimentimit automobilistik. Imagjinoni që jeni në një konkurs automjetesh të modifikuara dhe shihni të afrohet diçka që nuk ka shpjegim. Është një kamionçin, por nuk ka dyer. Ecni rrotull duke kërkuar një dorez, një hapje, diçka, dhe nuk gjeni asgjë. Mendoni se është një maket, një truk, diçka që nuk funksionon. Derisa dikush shtup një buton dhe i gjithë xhami i përparm, xhami gjigant i përparm, ngrihet ngadalë si kapaku i një anije hapësinore. Për të hyrë brenda, duhet të ngjitesh mbi kofano, të rrotullosh trupin dhe të rrëshqasësh drejt ulses, ndërsa të gjithë të pranishmit të shikojnë. Nuk është një hyrje diskrete. Është një spektakel publik, një deklaratë se ky automjet nuk ndjek rregullat e askujt. Kështu ishte Dodge Deora, një nga krijimet më të famshme të dizajnerit legjendar Harry Bentley Bradley. Për të arritur atë kabinë të përparuar, atë ballë të pastër pa duje ransore, krijuesit bën diçka që në vitet 6 vjet dukej drejt për drejt shkencë fiksion. E shtyn motorin drejt pjesës së pasme, duke krijuar një konfigurim qendror që e linte hundën plotësisht të lirë. Rezultati ishte një siluet që dukej si një maket i pamundur, një ëndër dizajni e bë realitet. Dhe më e pabesueshmja është se funksiononte. Dizej, kthehej, ngjitej si çdo automjet tjetër. Mirë, pothuajse si çdo tjetër. Nuk ishte bërë për të vrapuar, as për të punuar. Ishte bërë për t'ju lënë me gojë hapur. Dhe ja doli aq mirë sa përfundoi duke fituar çmimin më prestigjioz të botës së modifikimit, Ridler Award, duke u kthyer në legjendë të qastit. Problemi, sigurisht, ishte i dukshëm. Askush nuk dëshiron ta nis ditën e tij të punës duke bërë gjimnastikë artistike mbi kofanon e kamionçinës së tij. Për përdorim të përditshëm, për të ngarkuar dhe shkarkuar, për të ngjitur dhe zbritur vazhdimisht, ajo hyrje ishte një makt. Prandaj kur nuk arriti në prodhim, por ndikimi ishte i përjetshëm. Sa herë që Dodge Deora shfaqet në një ekspozit, njerëzit mbeten të ngrirë duke u përpjekur të kuptojnë se si diçka aq pak praktike mund të ishte aq e përsosur. Dhe është se Deora na mësoi diçka themelore. Bukuria nuk ka pse të jetë praktike. Donjëherë, arti ekziston vetëm për t'u admiruar. Numri D. Bedford Val, Mbretëria e Bashkuar, vitet 60. Nëse ka një shtet që di për autobus të çuditshëm, ai është Mbretëria e Bashkuar. Britanikët e kanë quar artin e transportimit të njerëzve në këmbë në nivele që prekin surrealen. Por Bedford VAL e merr palmën e fitores. Kjo autobus me dukate, i projektuar për rrugë të distancave të gjata në vitet 60, fshishte një sekret që vetëm shoferët e dinin. Ulesja e shoferit nuk ishte në pozicionin e saj të zakonshëm, paksa e tërhequr e mbrojtur nga struktura e automjetit. Jo, shoferi rrinte i ulur literalisht si për aksit të parë, në një flusk xhami që dukej e nxjerrë nga një komik shkencë fiksioni. Nga ai pozicion, pamja ishte e pabesueshme. Dominoni të rrugën si një pilot avioni, me asfaltin që rrëshqiste fiks poshtë këmbëve tuaja. Por ndjesia e të ngarit të një gjiganti me dukate me hundën, aq afër tokës, duhet të ishte mahnitse, dhe jo pikërisht në sensin e mirë. Çdo grop, çdo parregullsi e asfaltit transmetohej drejt për drejt në shtyllën kurrizore të shoferit. Në kthesa, masa e autobusit lëkundej lart, me pasagerët e katit të sipër që zhvendoseshin si me një anije, ndërsa shoferi ndjente çdo lëkundje të shumëfishuar nga pozicioni i tij i përparuar. Nuk ishte një automjet për njerëzit me probleme zebre. Bedford VAL u konceptua për rrugë ndërqytetase, ku shpejtësia dhe kapaciteti vlenin më shumë se komoditeti i shoferit. Dhe gjatë një kohe e përmbushi funksionin e tij. Po shoferët, ata heronj anonim që kalojnë orë në timon, filluan të ankoheshin. Pozicioni i përparuar, mungesa e mbrojtjes, lëkundja konstante, gjithçka kontribuonte në një lodhje që asnjë rrogë nuk mund ta kompensonte. Avash, VAL u tërhoq nga rrugët më kërkuese. U la për shërbime dytësore, derisa më në fund u zhduk. Sot, ekzemplarët e pakt që mbijetojnë synohen nga koleksionistët,
jo për praktikën e tyre, por për rrallësinë e tyre. Sepse Bedford VAL përfaqëson një epokë në të cilën dizajnerët provonin gjëra pa e ditur shumë mirë ku ishte kufiri. Dhe ndonjëherë, si në këtë rast, kufiri ishte shumë më afër se sa e mendonin. Numri G. Dodge Deora meriton të përsëritet për genialitetin e tij absurd. Nuk mund të jetë tjetër. Nuk ka diskutim të mundshëm. Kur rishikojmë të gjitha automjetet e kësaj liste, kur mendojmë për nivelin e rrallësisë, të origjinalitetit, të sfidës ndaj sensit të përbashkët, ka një që ngrihet mbi të gjithë. Dodge Deora nuk është thjesht më i çuditshmi, është ai që përfaqëson më mirë shpirtin e kësaj liste. Sepse një automjet që të detyron të bësh gjimnastikë artistike mbi kofano për të mundur të ulesh, është, sipas përkufizimit, më absurdi nga të gjithë. Nuk ishte mënyrë më publike, më teatrale, më qesharake dhe në të njëjtën kohë më brillante për të hyrë në një automjet. Sa herë që pronari donte të ngjitej, jepte një spektakël të pavullnetshëm. Fqinjët nxirrnin kokën, kalimtarët ndalonin. Të gjithë shikonin se si ai burr apo grua ngjitej nga bali, rrotullonte trupin dhe rrëshqiste drejtulses me dinjitetin që mund të mblidhte. E megjithatë, pavarësisht asaj hyrjeje të pamundur, pavarësisht sa pak praktik rezultonte për jetën e përditshme, dizajni i Deora ishte aq i përsosur, aq i pastër, aq revolucionar, sa fitoi të gjitha çmimet që ekzistonin në kohën e tij. Ridler Award nuk i jepet çdo gjëje. I jepet automjeteve që përfaqësojnë më të mirën e artit të modifikimit, që shtojnë kufijtë e sëmundshmes. Dhe Deora i shtyu derisa i theu. Silueta e tij, me atë kabinë të përparuar dhe atë hapësirë ngarkeset e integruar në formë aq të rrjedhshme, dikoi në breza dizajnerësh. Mund të shihet e hoja e tij në kamionçina moderne, në automjete konceptuale, në vizatime studentësh, dizajni që as nuk e din se po kopjojnë Deoran. Por ajo që e bën Deoran vërtet special, ajo që e kuron si mbretin e absurdit, është se rrallësia e tij nuk ishte një aksident, as një gabim. Ishte një vendim i vetëdijshëm. Dikush shikoi planet, pa që nuk ishte dyje ransore, dhe tha: "Po, përpara, do ta bëjmë kështu." Dikush vendosi që hyrja nga xhami i përparm ishte një zgjidhje e pranueshme, madje elegante. Ky nivel bindjeje, kjo fe në një ide radikale, është ajo që ndan gjenit nga dizajnerët e thjeshtë. Dodge Deora është prova e gjallë se absurdi, kur është bërë mirë, kthehet në art. Dhe për këtë, pas një dyshim, zë numrin 1 të kësaj liste. Sepse sa herë që dikush e shikon, buzëqesh. Dhe sa herë që dikush buzëqesh, Deora përmbush misionin e tij. Nga një kamion me motor me reaktiv që shkrinte asfaltin me nxehtësinë e tij ferr, duke kaluar përmes një pick-upi që të detyronte të ngjitesh nga bali si një akrobat cirku, deri te arritja te ky autobus britanik me shoferin në një flusk xhami, duke ndjerë çdo grop në shtyllën kurizore, të gjitha këto automjete kanë diçka të përbashkët. Askush nuk u tha, kjo nuk mund të bëhet. Ishin eksperimente lëvizse, ide të çmendura që dikush guxoi t'i nxirrte nga tabella e vizatimit dhe t'i vendoste mbi rrota, ndose e gjithë bota mendonte se ishin të çmendur. Disa dështuan me zhurmë, të tjerë ndryshuan industrin pa e vënë re askush në momentin e tyre. Dhe disa sot do të ishin të pamundur për të homologuar për arsye sigurie që as nuk ekzistonin kur u ndërtuan. Por historia e automobilizmit nuk avancon vetëm me dizajne të ndjeshme dhe të mërzitshme që përsërisin formula të provuara tashmë. Avancon me inxhinier që guxuan të pyesnin, po si kur ta bëjmë mbrapsht? Me ndërimtar që shikuan një problem dhe gjetën një zgjidhje që askush tjetër nuk e kishte parë, sepse ishte e fshehur pas konvencionales.